mbyll këtë takim dhe aktivitet shoku Xhemal Kasani. I gjithë populli shqiptar i shëngitur në këmbë në këtë luftë të shenjtë. Prandaj ne edhe vendimin që morëm për të shtuar rradhët e pasastër që të ndjekin traditët e luftës antifashiste shqiptare dhe që do të udhëheqin brezin e ardhshëm, vendosëm e bëjmë në këtë datë. Kryesia e organizatës veteranëve edhe pasardhësit e saj të Laçit, të rrethit Durrësit kanë punuar edhe po punojnë për ruajtjen, mirëmbajtjen edhe vlerat e historisë të herojve dhe dëshmorëve të adhëut tonë të dashur. Veçarisht për mbrojtjen e figurës edhe prishtigjen e veteranit të Laçit të luftës antifashiste nacionale qëndrore të popullit shqiptar. Lufta antifashiste nacionale qëndrore e Shqipërisë ka thënë shokëve vetë do fillojë më 7 prill 1939. Prandaj edhe këtë partizan ton, veteran sot të Laçit, luftuan për 5 vjet të rresht me radhë kundër 2 armiqve më të rëndësishme që ishin Italia fashiste dhe Gjermani nazist. Ata dhanë jetën e tyre edhe më 29 nëntor 1944 çliruan Shqipërinë, ku dhanë jetën 28.000 dëshmorë të adhëut tonë të dashur.